Agnesa Vuthaj befaston ndjekësit me shtatzanin e fshehur. Modelja bëhet nën për herë të parë. Një nga ikonat më të dashura të bukurisë shqiptare zgjodhi ditën e parë të këtij viti për të ndarë një lajm të ëmbël, por detajet kryesore u mbajtën qëllimisht larg publikut. E gjithë periudha e kësaj shtatzanie ka kaluar një heshtje absolute larg zhurmës mediatike dhe vëmendjes portaleve. Këtë zgjedhje të privatësisë duket se ajo e ka ruajtur me shumë fanatizëm edhe pas përfundimit të pritjes së ëmbël. Fansat kanë qenë në kërkim të një konfirmimi tjetër të madh dhe më në fund, kurioziteti ka marrë një përgjigje përfundimtare. Sipas burimeve nga mediat, ky lajm është i vërtet dhe Agnesa është bërë nënë e një djali para disa javësh dhe po e shijon këtë periudhë në privatësi të plotë. Sa i përket jetës së saj personale, partneri i Agnesës vjen nga bota e biznesit dhe është një fytyrë të rëndësishme jo publike, shumë urime dhe me jetë të gjatë për të voglin.